shumë kisha mbajnë shërbime çdo të diel. Megjithatë, nuk ka fjalë të Perëndisë në Bibël që na urdhërojnë ta mbajmë të dielën si ditë të adhurimit. Edhe Kisha Katolike Romake që mban adhurimin e së dielës e pranon këtë fakt. Pa përmendur shembuj të tjerë, a nuk është çdo i krishter i detyruar ta shenjtërojë të dielën dhe të përmbahet atë ditë nga puna e panevojshme? A nuk është zbatimi i këtij ligji ndër detyrat tona më të shuara të shenjta? Por mund ta lexosh Biblën nga zanafillat e zbulesa dhe nuk do të gjesh asnjë rresht që autorizon shenjtërimin e së dielës. Shkrimet e shenjta imponojnë zbatimin fetar të së shtunës, një ditë që ne nuk e shenjtërojmë kurrë. E kam lexuar Biblën nga vargu i parë i zanafillës deri te vargu i fundit i zbulesës dhe nuk kam gjetur asnjë referencë për detyrën e shenjtërimit të së dielës. Dita e përmendur në Bibël nuk është e diela, dita e parë e javës, por e shtuna, dita e fundit e javës. Kështu, edhe ata që e respektojnë të dielën si ditën e tyre të adhurimit pranojnë se sabati i caktuar nga Perëndia është e shtuna, dhe se praktika e adhurimit të së dielës nuk është gjendur në Bibël. Në fakt, Bibla përmban vetëm urdhrin për të respektuar sabatin, ditën e 7. Së pari, le të shohim urdhërimin e 4 midis 10 urdhërimeve të folura nga Perëndia Jehova në kohët e dhjatës së vjetër. Mbaje mend ditën e shtunë për ta shenjtëruar. Do të punosh 6 ditë dhe në ato do të bësh të gjithë punën tënde. Por dita e 7 është e shtuna, e shenjtë për Zotin, Perëndin tënd. Zoti urdhëroi që për 6 ditë mund të punohet. Por dita e 7, sabati, duhet të mbahet e shenjtë pasi është dita e pushimit të Zotit. Me fjalë të tjera, ai nuk na urdhëroi të mbajmë ditën e parë të javës, të dielën. Prandaj, dita që duhet ta mbajmë të shenjtë në bindje ndaj fjalës së Perëndisë është dita e sabatit, dita e 7, që është e shtuna. Edhe në kohët e dhjatës së re, Jezusi, Perëndia që erdhi në mish, mësoi gjithashtu se shenjtorët duhet ta mbajnë sabatin deri në fund të epokës. Dhe lutuni që ikja juaj të mos ndodhë në dimër, as të shtunën, sepse atëherë do të ketë një mundim aq të madh sa nuk ka ndodhur kurrë që nga krijimi i botës e deri më sot, dhe as nuk do të ketë më kurrë. Jezusi na tha të lutemi që dita e fundit e mundimit të mos bjerë në shabat. Kjo do të thotë që shenjtorët duhet ta mbajnë të shenjtë sabatin deri në fund të botës. Kështu është regjistruar si në dhjatën e vjetër ashtu edhe në dhjatën e re, se Perëndia na urdhëroi të respektojmë vetëm sabatin. Askund në Bibël nuk thuhet të mbahet e diela, dita e parë e javës. Megjithatë, sot shumë kisha e kanë braktisur sabatin e Perëndisë dhe mbajnë shërbimet të së dielës, të cilat nuk gjenden në Bibël. Çfarë do të ndodhë atyre? Unë i deklaroj kujtoj që dëgjon fjalët e profecisë së këtij libri, se nëse ndokush do t'i shtojë këtyre gjërave, Perëndia do të dërgojë mbi të plagët e përshkruara në këtë libër. Dhe nëse dikush heq nga fjalët e librit të kësaj profecie, Perëndia do t'i heqë pjesën e tij nga libri i jetës, nga qyteti i shenjtë dhe nga gjërat që janë përshkruar në këtë libër. Nëse i shtojmë diçka tjetër fjalës së Perëndisë të shkruar në Bibël, do të na bjerë plagë. Gjithashtu, nëse i heqim diçka fjalës së Perëndisë, nuk mund të hyjmë te pema e jetës dhe në qytetin e shenjtë, që është mbretëria e përjetshme e qiellit. Sipas fjalëve të Biblës, njerëz të tillë nuk do të hyjnë në mbretërinë e qiellit, por do të marrin dëme. Prandaj, le të kujtojmë të mos shtojmë ose heqim asgjë nga fjalët e Perëndisë. Ju lutemi mbani sabatin e ditës së 7, të shtunën, të cilin Perëndia na urdhëroi ta respektojmë, dhe merrni bekimet e premtuara.